Sot më kaloj gjithë pasditja në park, duke u menduar çfarë do gatuaj për darkë. Dhe vendosa të bëj tagliatelle dhe peshk. Nuk kisha vendosur të bëja peshk, por isha në supermarket, pash këtë merlucen dhe thash po e marr ta bëj. Prandaj dhe është i ngrirë dhe nuk është i freskët. Si fillim përgatis salcën me ashuge, hudhra, basiliko edhe me domate të grirë në copa të gatshme. Ndërsa peshkun para se ta skuq e fus në mikroval për disa sekonda për ta shkrirë sepse siç ju thash është i ngrirë. Pastaj e vendos për ta skuqur me pak gjalp, hudhër të njom edhe me piper të zi dhe pak rozmarin. Për peshkun më duhet verë e bardhë, kështu që nga rasti përfitoj edhe vetë të pi pak verë. Pasi shuaj peshkun me verë, vendos edhe ujin për makaronat që të valoj, ndërkohë që vazhdoj të pi verën, por gjithsesi unë gjithmonë do mbetem fan se e Red Bullit. Pasi uji fillon të valoj, shtoj edhe makaronat që të zihen. I lëj që të zihen për rreth 3-4 minuta, pastaj shtoj tek salca edhe aty i lej të zihen për 1 minutë. Peshku bëhet shumë shpejt, po ashtu edhe makaronat u bën shumë shpejt, në pamje duken shumë të shijshme, por mbeten për të provuar. Nuk jam bazuar askund për recetën, janë thjesht idetë e mia momentale që kërkoj të gatuaj diçka të shpejtë, por ama të shijshme sa të lëpish gishtat.